Protesta e studentëve ishte temë diskutimi edhe në kuvend, në seancën për pyetje deputetësh. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se studentët e revoltuar nuk protestojnë për vlenin, por protestojnë për BDI-n, e cila për 22 vite nuk ka arritur një harmonizim të ligjit të gjuhëve ta bëjnë me këto ligje në fjalë. Sali sërish premtoi zgjidhjet e problemit. Për herë të parë, ekzekutivi qendror ka ndëgjuar zërin e studentit dhe i ka përvesh krahët që ta zgjidh problemin e tyre një herë për gjithmonë. E kam thënë këtu, prap do ta them derisa ju të bindeni se do të jetë kështu, se provimi i jurisprudencës dhe provimet tjera të cilët kanë të bëjnë me natyrën e provimit të jurisprudencës në të ardhmen do të jepen në gjuhën shqipe. Dhe kjo është e vërtetuar dhe këtë do ta dëshmojmë shumë shpejt para jush dhe opinionit. Ndërsa deputetja e BDI-së Rina Ajdari e pyeti atë nëse do të dalë në proteste dhe këtë premtim do t'ju thojë studentëve në sy. A do dilni sot publikisht aty, t'u thoni këtë premtim studentëve në sy, apo ju duhet fillimisht leja e liderit tuaj, kryeministrit të vendit? Këto situata nuk duan koment, sepse duken qytetarët i shohin dhe i lexojnë drejt, ndërsa ju do të ngeleni gjithmonë në anën e gabuar të historisë. Sa e rënd duhet të jetë bara e kolltukut sa të mos t'ju lër as të ecni disa hapa për gjuhën shqipe. Ajdari akuzon Partinë Shqiptare në pushtet se nuk e mbrojnë gjuhën shqipe në asnjë institucion, në asnjë nivel, edhe se janë formuar vetëm për të relativizuar politikat anti-shqiptare të qeverisë së Mickoskit.